Në vitin 2015, këngëtori i mirënjohur Meda preku zemrat e të gjithë publikut me këngën kushtuar nënës së tij, e cila në atë kohë ishte ende gjallë. Me fjalët e ndjera dhe interpretimin plot ndjenjë, kënga u bë një himn i dashurisë dhe mirënjohjes që çdo fëmijë ndjen për nënën. Kjo këngë, që u publikua në një periudhë kur Meda ishte në kulmin e karrierës së tij, u pret me shumë emocione nga publiku, sidomos për shkak të mesazhit të fuqishëm që mbante brenda. Ta duam dhe ta respektojmë sa është ende gjallë. Meda, vetë në një intervistë asaj kohe kishte treguar se kënga ishte krijuar nga përkushtimi dhe sakrifica e nënës së tij ndër vite. Sot, kur nëna e Medës nuk është më në mesin tonë, kjo këngë mbetet një kujtim i çmuar dhe një dëshmi dashurie që nuk vdes kurrë. Meda, përmes artit të tij, na kujton një të vërtet të thjesht, por mjaft të fuqishme. Nënat janë engjëj tonë në tokë dhe dashuria për to është e përjetshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.